Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamu alaikum wa rahmatullahi. Desha të pysë hoxhën, nëse një person thot jam musliman, i pranon shtyllat e Islamit dhe kushtet e imanit, por fal vetëm të xhumave, dhe ndonjë namaz rrallë aty këtu. Kur i thua pse nuk falesh, ai thot më ngatron shejtani dhe justifikime të ndryshme. Si është gjendja e këtij njeriu para Allahut, Allahu të shpërblet. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahu xhel xhelaluhu pyetje që e bën këtë pyetje, edhe për ato që drejtohen pyetje, lutë Allahu xhel xhelaluhu që zbuzën dhe ta kthej në Islam. Dhe ta plotësoj fe. Feja nuk është në teori, feja nuk është në teori. Edhe nëse të gjesh për fukahave të hershëm apo bashkohorë që bëjnë tolerancë, pra ka thonë la ilaha illallah, po është në mredë në Islami të kështu. Feja nuk është teori, feja është praktik. Mos në vazhdojnë tolerancat e lehtësime që bëjnë ca hoxhallar. Musliman më është. Po ti nëse i thua muslimanin që s'është musliman, ti bëj gjikac. Si për librit Allahu subhanahu wa taala dhe si për sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ne bëmi ftues. Nëse gjendja ati është ati, nuk është justifikimi i pranueshëm për Allahun xhel xhelaluhu. Por të shtenet që ti thon, qafir, ne kemi kontrolin jon. Ftoje atë që gjendjen. Përderisa thotë që besoj shartet e Islamit edhe shartet e imanit, po nuk pranojmë këto sharte pa plotësuar ato. Sheikh Khalid Rashid, Allahu i rreth me burgu, ato dhe gjithë dietarët e Islamit. Po një ditë isha duke u thu për Daman, në një qytet të Arabisë Saudite, edhe në një stacion autobusash i pash 3 dimtri. Edhe thotë ndala makinën, edhe i thash ku jeni, i thonë për Daman, për një qytet. Thotë hajdini me mua, unë e kam rrugën andaj. Edhe i merr makinën. Edhe i pyet si jeni, këtë respekt, këtë dhimbshuri që i Allah lirë. Thotë mirë, si e ke emrin ti njën. E në thotë si e keni gjendje me namazin, gërë dhërë njëri. Thotë me thonë drejtë në hoqë, nuk jam namazin. Këtë dhimbshurin që pa të hoqë në realitet, e kështu, thotë nuk jam namazin, fakat e kefir, ti e më hubis. Të rëndit dhe taj. Se ishte në cutu janë e thotë tjerë, nuk është s'ka përpim kështu. Thotë po ti djepin, thotë hoqë unë jam mishë të saj. Thotë po si? Thotë unë jam e fali gjuman. O edhe të mërë të hekbihi, thotë në dhe si ajë, i pari. E të ndishka. Thotë të rëputin, thotë hoqë unë jam mishë të sa këtë ti. Thotë po, thotë unë falin gjisin dhe jazin. Thotë ti ka ardhë me fetre. Ti ka ardhë me fetre. Feja që me falë namazin gjisën mbromje, që ka qenë të gjenate dhe ke mreta pa adhurime kështu, ka qenë kështu. Me ardhin e Muhammedit a.s. dhije që Khamsu salawat këtë dhe hunë Allah. 5 namazë i ka shkrujt, i ka obligu Allahu gjatë natës dhe ditës. Kur të të takoj Allahu nëse si musliman, fel ju hafidh alejhinne, hajthu ju nede lehinne. Kush dëshiron që nesër dale për Allahu ditën e gjykimit si musliman, kujdeset për të namazë ati ku thirret. E vetëm ta fali namazin, pa ati ku thirret për burra, musliman, ati ku thirret e zani. Dhe e përmisoftë Allah, gjellë gjendjen tonë dhe gjendjen e asaj. Nuk është feja me teori, është me praktikë. Allah je plotësoft fenë, futën fe totalisht, ja Rabbul Alamin.